Njerëzit zakonisht mrekullohen kur shohin një rrokaqell teksa ngrihet. Po, absolutisht, është diçka madhështore. Fiks. Shohim themelet e thella që hidhen, shohim vinçat e stërmëdhenj që ngrihen lart. Kemi ato katet që i shtohen njëri tjetrit me një saktësi inxhinierike dhe mund ta shohim me syt tan progresin dita ditës. Por, ajo që ndodh brenda nesh është shumë më komplekse se aq. Eksakt. Kjo ishte ajo që po mendoja sot. Ka një kantier ndërtimi shumë herë më kompleks, shumë herë më të jashtëzakonshëm dhe dinamik në këtë botë, i cili është krejtësisht i padukshëm. Është i fshehur brenda kokës së një foshnje. Tamam. Është një kantier që ndodhet pikërisht brenda një qënjeje që sapo ka ardhur në jetë. Sot jemi duke bërë një analizë të thelluar në një mal me materiale kërkimore tepër interesante, misioni të cilave është të zbërthejnë këtë procesin tim. Atë se si ndërtorohet truri një bebeje, sidomos në 6 muajt e parë të jetës. Dhe dëgjoj, ky është një proces që e sfidon plotësisht mënyrën se si ne zakonisht e perceptojmë rritjen. Si ashtu? Sepse zakonisht shohim një foshnjë që shton në peshë, shohim që rrobat po i bëhen të vogla, ndoshta fillon t'i dal pak flok dhe të gjithë thonë, "Wow, po zhvillohet." Po, mendojmë se ky është i gjithë zhvillimi. Fiks, por ajo rritje fizike është vetëm vitrina. Zhvillimi vërtet, domethënë ai që do të përcaktoj arkitekturën e mendjes së këtij individi për dekada, është mikroskopik. Është një lloj stuhie elektrike dhe kimike që ndodh në heshtje të plot. Kjo shtuhi e heshtur, të them të drejtën, vjen me një statistikë në burimet tona që më la pak të shtangur. Është e vështirë të injorohet ajo shifër. Është shumë e vështirë. Rreth 80% e zhvillimit të trurit ndodh pikërisht në këto vitet e para. 80%. Është një përqindje masive. Po i bie që pjesa dërmuese e kapacitetit të një njeriu për të mësuar apo për të zgjidhur probleme, madje edhe për të dashuruar e përballuar stresin formohet kur ky njeri as nuk e mban dot kokën lart. Të kuptoj, duket e pabesueshme, por nuk bëhet fjalë thjesht për rritje biologjike. Por për çfarë saktësisht? Bëhet fjalë për programimin e sistemit operativ të një njeriu. Dhe për ta kuptuar mirë këtë 80% fillimisht duhet të analizojmë piknisjen. Do me thënë me çfarë vjen i pajisur nga natyra? Eksaktësisht, me çfarë pajisje është lind ky njeri, sepse në momentin e lindjes, truri i foshnjës është thelbësisht i papjekur. Kjo është pika kritike e të gjitha këtyre materialeve. Okej, le ta zbërthejmë pak këtë si i papjekur. Truri i një të porsalinduri nuk është si një televizor që nxjerr nga kutia, e fut në prizë dhe thjesht funksionon. Përkundrazi, vjen me një potencial pothuajse të pafundëm, por ka nevojë absolute për ngacmim nga jashtë për t'u aktivizuar. Aha, dhe këtu hyn në lojë shqisat apo jo? Tamam aty. Shikimi, dëgjimi, prekja, nuhatja. Këto nuk janë thjesht mënyra se si foshnja përjeton ambientin përreth. Ato janë rrugët e vetme hyrëse, janë inputet e trurit. Ato janë vetë portat e kantierit të ndërtimit. A mund ta mendojmë trurin e porsalindur si një kompjuter jashtëzakonisht të fuqishëm që sapo ka ardhur? Më pëlqen kjo analogji. Do me thënë, hardware-i fizik është aty, fiks brenda kafkës, dhe ka këtë procesorin me kapacitet për të përthifur terabajt me të dhëna. Por ky kompjuter është bosh, nuk ka asnjë informacion në disk. Tërësisht bosh, në atë kuptim. Dhe që të filloj të mbledh të dhëne, ka nevojë për pajisje periferike, si një tastier, një kamera. Pra shqisat, do me thënë, syt dhe veshët e bebes, funksionojnë fiks si kjo tastier dhe kjo kamera për të shkarkuar sistemin operativ nga bota jashtë. Përshtatet në mënyrë të përkryer po. Por me një ndryshim shumë themelor nga kompjuteret që mbajnë mbi tavolinë. Çfarë ndryshimi? Hardware i kompjuterit tënd është i fiksuar, nuk ndryshon formë fizikisht kur ti shtyp tastierën. Ndërsa te foshnja, çdo ngjyrë e theksuar që sheh, apo çdo tingull ritmik i zërit prindit, udhëton si një sinjal elektrik që në fakt ndryshon vetë arkitekturën e hardware-it. Wow, pra e modifikon fizikisht atë. Po, dhe pak të rrjedh informacioni. Potenciali mbetet i fjetur. Nëse nuk kalon informacion përmes këtyre dritareve shqisore, truri fjalë për fjalë nuk e di si të formojë strukturat e veta. Këtu bëhet vërtet interesante, sepse kalojmë nga ideja e pritjes së informacionit te krijimi atij që shkenca e quan rrjeti nervor. Pikërisht, aty fillon të ndërtohet rrjeti.
sepse informacioni nuk zhduket në ajër apo jo. Kur lexon këto materiale, del qartë se çdo moment, çdo prekje apo përqafim nuk është thjesht një ngjarje kalimtare. Çfarë ndodh brenda trurit? Ndodh një inxhinierie mirëfillte e brendshme. Ajo që është më gjatëse se këtu, është se këto ngacmime krijojnë lidhje të reja fizike, quhen sinapse. Çdo përvojë është një akt ndërtimi për trurin. Do me thënë ato neuronet e palidhura fillojnë e bashkohen. Tamam. Në lindje ke miliarda neurone, por janë si ishuj të izoluar. Tani le të marrim një skenar shumë të thjeshtë që ndodh përdit, si ndrimi një pelene. Prindi flet me një zot but, sytë e foshnjës kapin fytyrën e tij dhe lëkura ndjen prekjen e duarve. Janë 3 ngacmime shqisore njëkohësisht. Sakt. Këto dërgojnë rryma elektrike në pjesë të ndryshme të trurit. Kur këto rryma takohen, neuronet fjalë për fjalë zgjaten drejt njëri tjetrit dhe krijojnë një urë lidhëse, një sinaps. Rregulli i artë këtu është se sa më shumë ndërveprim të ketë, aq më e dendur bëhet kjo rrjet. Fijet nervore që shkëndijojnë bashk, lidhen bashk. Prit pak, nëse çdo ndërveprim shton një tel të ri në këtë rrjet, logjika çon diku pak të frikshme. E di ku do të dalësh? A do të thotë kjo që mungesa e diçka e kaq bazike sa një përqafim e lë trurin fizikisht me më pak tela të lidhur? Mungesa ndërveprimit a lë hapësira të zbrazta me atë arkitekturë? Fatkeqësisht, po. Mungesa e ndërveprimit do të thotë mungesë zhvillimi. Imagjinoje si një qytet gjatë natës, çdo ndërveprim pozitiv shtron një rrugë të re dhe ndez një llampë të re në atë qytet. Nëse foshnja lihet e vetme, ato rrugë nuk shtrohen kurrë. Më duket sikur ne mendojmë përqafimin thjesht si diçka që qetëson beben momentalisht, por që ka një akt mekanik. Është thelbësisht akt mekanik për trurin, dhe ka më keq. Truri ka atë që quhet krasitje nervore. Nëse disa neurone nuk përdoren me kalimin e kohës, truri thjesht i krasit, i eliminon për të kursyer energji. Zoti madh, pra ndërveprimi e shpëton nga shkatrimi atë qytetin e vogël. Dhe me që jemi te këta tela, në burime theksohet një lloj ndërveprimi specifik që ndërton sinapset me shpejtësi maramense. Te ke fjalën për gjuhën, besoj. Fiks, gjuha dhe mënyra si ne flasim me një bebe, tingëllon sikur fjalët nuk janë thjesht një zhurmë në ajër, por tulla dhe llaç i mirëfillt për trurin. Po, sepse për një foshnjë 6 muajshe, fjalët nuk kanë asnjë kuptim semantik. Ajo nuk e di çfarë është qumshti apo gjumi. Për të, gjuha është thjesht muzikë dhe ritëm. Dhe kjo lidhet me atë zërin e çuditshëm që bëjmë kur shohim një bebe, ai zëri i bebeve apo jo. Të rriturit e ngren tonin e zërit, i zgjasin fjalët, duken shumë qesharak nga jashtë. Duken vërtet qesharak, por në fakt është inxhinieria gjeniale e instinktit njerëzor. Ai toni i lartë dhe i egzageruar thekson zanorët, e ndihmon foshnjën të kapë tingujt bazë dhe t'i hartografojë në tru. Pra po ngre strukturën bazë. Tamam. Truri aty po mbledh tullat dhe llaçin për strukturën që në të ardhmen do t'i duhet për të lexuar ose për të zhvilluar empatin. Dhe e di çfarë është jetike këtu? Përsëritja. Ai momenti kur i thua bebes 5 herë rresht të njëjtën gjë. Po, kur i thua ku je ose kush është ky, disa herë radhazi. Për ne është mërzi, por për trurin e foshnjës çdo përsëritje merr atë fije të hollë sinapse dhe e kthen në një kablo të fortë, e përforcon atë. Do më thënë, dëgjimi i zërit dhe biseda e drejt për drejt ndërtojnë muskulin nervor, por kjo ngre një pikpyetje thelbësore nga të dhënat tona. Cila pikpyetje? Po nëse i flasim foshnjës ashtu melodikshëm, por foshnja është thellësisht e stresuar, le të themi ka ftohtë ose ka qarë për një kohë të gjatë e lënë vetëm. Njerëzit shpesh mendojnë se i qarra e një bebe është thjesht zhurmë ose ku ta di unë teka, po shënimet thonë qartë, një bebe i qetë mëson më mirë. Dhe kjo është thelbësore. A nënkupton kjo që stresi është një barikadë reale, një lloj termostati emocional që bllokon trurin të thithë informacion dhe të krijojë ato tulla që the? Nëse e lidhim këtë me pamjen e përgjithshme, stresi është fjalë për fjalë një sabotator i zhvillimit. Është një termostat shumë i saktë. Kur një foshnjë stresohet sepse ndihet e pasigurt apo e braktisur, truri lëshon një stuhi kortizoli, që është hormoni i stresit. Eksakt. Kortizoli i thot sistemit, kemi një emergjencë, jemi në rrezik jete. Dhe në atë moment, sistemi nervor merr një vendim logjik. Ai fik çdo proces jo thelbësor. Do më thënë asnjë zhvillim gjysor në atë moment. Asnjë. Zhvillimi i gjuhës, krijimi i urave nervore, këto janë luks.
Truri kalon në modalitet mbjetese për të mbajtur rrahjet e zemrës dhe frymarrjen. Asnjë material ndërtimi nuk ngjitet në tru në atë gjendje. Pra, mentaliteti i tipit lëre të qaj, se i bën mirë për mushkrit, ose thjesht stresohet pak dhe kalon, e gjitha kjo bie poshtë, apo pezullohet realisht zhvillimi inxhinierik aty? Pezullohet tërësisht. Kjo është arsyeja pse siguria emocionale e përshpejton zhvillimin. Një foshnjë që e di se vaji i saj sjell një reagim të ngrohtë, e ka kortizolin e ulët dhe energjinë e përdor për të mësuar si funksionon bota. Kortizoli si barikadë pra, dhe me që stresi doli se ishte një sabotator kaq i madh, besoj se është momenti i përsosur të shohim çfarë tjetër e fik sistemin. Nga leximet pam se mungesa e ndërveprimit është fatale, stresi i lartë gjithashtu. Dhe sigurisht kemi dhe armikun mudren. Ekranet, teknologjia vizuale, të gjitha burimet bien dakord të truri ka nevojë ekskluzivisht për kontakt njerëzor, dhe ekranet, tabletat apo televizori janë armiq të zhvillimit. Dhe di që kjo është ndoshta gjëja më e vështirë për të gëlltitur nga shumë njerëz sot. Por mungesa e ndërveprimit njerëzor, e cila shpesh mbushet artificialisht nga një ekran, krijon një boshëllëk. Truri thjesht nuk di çfarë të bëjë me të. Po prit pak, se këtu dua të bëj një dallim kritik. Në fillim fare ne diskutuam se truri ushqehet nga shqisat si inpute, drita, ngjyrat, zhurmat. E vërtet. Një ekran ka dritë të fortë, ka ngjyra që lëvizin, tingu i shumë tërheqës, në thelb është një bombë shqisore. Atëherë pse nuk funksionojnë ato si input? Si ka mundësi që nuk gjenerojnë mira sinapse këto video? Pse është informacion i dëmshëm? Ky është një paradoks fantastik. Është paradoksi i stimulimit pa ndërveprim. Dhe kjo ndodh sepse ekranit i mungon ndërveprimi i ndërsjell. Përgjigja e trurit vjen nga cikli i veprimit dhe reagimit, nga ajo që quhet hedhja dhe pritje, si në një lojë tenisi. Do të thënë e ka fajin mungesa e reagimit njerëzor. Eksakt. Imagjino një bebe që bën një tingull ga. Një prind zgjeron syt, i buzëqesh, i thot: "Oho, vërtet." Foshnja vëren që veprimi i saj pati një pasojë tek dikush tjetër, dhe krijohet një sinapse fuqishme. Ekrani nuk e bën dot këtë. Ekrani thjesht vazhdon të japi informacion pa u ndalur, ofron informacion të vdekur, si të thuash. Informacion i vdekur fiks. Mund të ketë një diell që qesh në ekran, por nëse foshnja gërhas apo kthen kokën, dielli vazhdon të qesh njësoj, nuk bën pauzë. Truri e merr dritën dhe zërin, por me që i mungon laku e reagimit njerëzor, konfuzohet. Pra drita dhe ato lëvizjet e shpejta thjesht mbingarkojnë sistemin dhe ndoshta rrisin atë kortizolin përsëri. Po, rrisin stresin vizual. Ekrani e mban foshnjën të hipnotizuar, por i vjedh kohën e artë ku mund të ndodhte kontakti njerëzor. I vjedh mësuesin e saj të parë. Dhe kjo na çon në mënyrë të pashmangshme tek ky mësues i parë, tek ta arkitekt të përditshëm. Kush e kontrollon këtë ambient apo këtë siguri emocionale? Prindërit, sigurisht. Ata janë qendra e universit për beben. Ne rëndom i mendojmë prindrit si kujdestar. Ata që japin qumësht, ndrojnë pelenat, por burimet e cilësojnë prindin fjalë për fjalë si vetë mjedisi i bebes. Sepse në 6 muajt e parë, bota për beben nuk është shtëpia e saj. Bota është vetë prindi. Është ajo fytyra 30 cm larg që e sheh dhe i flet. Dhe këtu kthehemi te gjërat bazike. Pra, çfarë do të thotë e gjithë kjo analizë për ne? Nxjerrim në pa që prindërimi që ka zhvillim truri në veprim. Tamam. Zbulimi më i madh për mua është theksit e thjeshtësia. Prindrit sot bombardohen me reklama për lodhra zhvillimore, pajisje të shtrenjta, zhurma të bardha, shkencore, por këto nuk nevojiten. Domethënë, hapat për të ndërtuar këtë rjet kompleks, këtë hardware, janë thellësisht primitiv. Të kalojnë kohë, të fjasin, të bëjnë mimika me fytyrë, të japin përqafime, trupi dhe zëri i prindit qenkan e vetmja teknologji që i duhet trurit. Kjo është e gjitha. Ky rikthim të gjërat bazë është ai momenti i vërtet i ndriçimit, ai aha moment për çdo që do të ndihmojë në zhvillimin e fëmijës. Asnjë ekran dhe asnjë lodër luksi nuk e zvendçon dot atë punën e përditshme me buzëqeshje. Le të bëjmë një përmbledhje të shpejtë të gjithë këtij udhëtimi, sepse ishte dinamik. Truri foshnës zhvillohet me një shpejtësi maramendëse në 6 muajt e parë. Kjo ishte ajo 80% që tham në fillim. Esakt. Ndikohet drejt për drejt nga përvojat përmes shisave, të cilat futin materialet brenda, dhe ndërtohet fizikisht nëpërmjet ndërveprimit njerëzor. Mesazhi thelbësor që mora drejt për drejt nga burimet dhe që e përmbledh gjithë këtë mrekulli është një fjali tepër e bukur.
Procesi i prindërimit nuk ka të bëjë vetëm me rritjen e një bebeje, por fjalë për fjalë me ndërtimin e një truri njerëzor. Është fiksi inxhinieria më thelbësore e njerëzimit. Arkitektura e mendjes, padyshim, dhe të them të drejtën, i gjithë ky lexim dhe diskutim ngren një mendim disi provokues në kokën time, të cilin dua t'ua lë dëgjuesve për ta bluar vetë pas kësaj analize. Çfarë mendimi? Nëse gjestet më të thjeshta, do me thënë një folur ball për ball apo një përqafim në 6 muajt e parë, skalitin fizikisht arkitekturën e trurit njeriut. Nëse dim të shkencërisht tashmë, a nuk duhet që shoqëria jon, ambientet e punës dhe politikat ta shohin kohën që prindrit kalojnë me foshnjat e tyre krejt ndryshe? A nuk duhet që leja e prindërimit të mos shihet thjesht si një pushim komod në shtëpi, por si vetë procesi i ndërtimit të infrastrukturës më të rëndësishme njerëzore të së ardhmes? Është një pyetje e madhe kjo. Është një perspektivë që vërtet duhet të ndryshojë shumë gjëra në mënyrën se si jemi organizuar. Ndoshta kemi nevojë ta shohim të gjithë procesin me këtë lupë mikroskopike. Kjo ishte e gjitha për analizën tonë të sotme të kësaj inxhinierie të heshtur. Një diskutim vërtet për të mbajtur shënim. Deri herën tjetër kur të zhytemi në një temë të re, mbetshi kur